Një tragjedi ka ndodhur familjes shqiptare në Itali. Ngjarja ka ndodhur në banesën e tyre në Poçari të Italisë. Për arsye që ende nuk janë sqaruar plotësisht, 4 anëtarët e një familje shqiptare, babai, nëna dhe 2 fëmijët, ka përjetën për shkak të një rrjedhje monoksidi karboni, e cila me shumë lasa është shkaktuar nga një defekt i kaldajës në rrugën Galgani. Ka shpëtuar, por ndodhet gjendje kritike një person i pestë. Bëhet fjalë për vëllain e kryefamiljarit, i cili kishte mbërritur në vend ngjarje pasi familjarët nuk po i përgjigjeshin telefonit. Viktimat janë 4 persona me origjinë shqiptare. Babai Artikola ishte 48 vjeç, nëna Jonida Kola 43 vjeçe, djali Hajdar 22 vjeç dhe vajza Jessica 15 vjeçe. Edhe karabinierët, të cilët mbërritën në vend për të dhënë ndihmën e parë, u intoksikuan lehtë, por nuk janë përjetën. Tragjedia ka ndodhur rreth orëve të darkës. Vëllai i kryefamiljarit dhe karabinierët në momentin që kanë hyrë në banesë, gjetën tryezën e shtruar. Alarmin e dha pikërisht vëllai i kryefamiljarit, i cili njoftoi karabinierët sapo mbërritën në banesën Trekaçe. Ai dhe efektivët trokitën disa herë pa marrë asnjë përgjigje. Në atë moment ata kanë thyer derën dhe sapo kanë hyrë brenda u përballën me një skenë dramatike me 4 trupa të pajisur shtrirë në tokë. Xhaxhai 2 fëmijëve të mitur. Gjithashtu, për shkak të monoksidit të karbonit humbi ndjenjat para syve të karabinierëve, të cilët arritën të dilnin nga shtëpia përpara se të pësonin të njëjtin fat dhe të jepnin alarmin. Ai u dërgua në spitalin e Cinanellos. Në vend ngjarje ka mbërritur edhe kryetari i bashkisë së Poçarit, Leonardo Fernacciari, i cili shpreu tronditjen dhe keqardhje për një tragjedi që godet të gjithë komunitetin e këtij qyteti të vogël, vetëm pak kilometra larg Lucas. Karabinierët në orën e vijim do analizojnë disa të dhëna të sakta, së bashku me zjarrfiksit. Ata do të duhet të kuptojnë nëse kaldaja ishte instaluar siç duhet dhe nëse ishte nënshkruar kontrolleve të parashikuara në ligj. Banesa ku ndodhi tragjedia është prona e Artikolës, i cili sipas dëshmitarëve e kishte bler rreth 3 vite më parë, por vetëm kohët e fundit familja kishte filluar që të jetonte aty. Shtëpia thuhet se ishte restauruar pjesërisht nga vetë ai, piktor në profesion.